nevojë atë. Përveç pjesëmarrjes, ne duhet vrasim frikën, sepse duke vrarë frikën, duke kërkuar një të drejtën tonë, nuk bëjmë asnjë lloj krimi, sepse edhe nëse ne kritikojmë një emër këtu apo dy, ne kritikojmë emrin publik, jo emrin personal. Kështu që nuk duhet të kemi frikë. Që do të thotë, tani këtu, ne jemi gjithë ka ardhur një pjesë me ndonjë e pakënaqur nga e majta dhe një pjesë e djathtë. Që do të thotë, tani ne kur zgjidhet një kryetar bashkie, një deputet, nuk përfaqëson vetëm ata që kanë votuar, përfaqëson të gjithë popullin. Ku janë këta tani? Ku janë? Nuk shoh asnjë këtu. Nuk shoh asnjë. Pra, do të thotë që nëse ne mendojmë që kërkojmë një të drejtë tonë legjitime këtu, do të thotë që ky zotëria që na përfaqëson këta, ku janë? A janë me ne? Nuk janë sot. Atëherë kthehemi mbas. Çfarë kemi bërë kur kemi votuar këta zotëri? Prandaj, ne duhet të reflektojmë. Nuk duhet të ecim më mbas flamurit të kuq, flamurit blu, jeshil e gjitha. Ne duhet të ecim mbas atij që na shërben, sepse ky zotëri që vjen këtu, nuk e marrin për të bukur ne, se ka plot burra këtu. Me laf ti zotëri stuj pret fjala gur. E marrim se të shërbej. Pra këta nuk kanë kuptuar që kur zgjidhen duhet të shërbejnë. Po më e keqja është që ne nuk kemi kuptuar që i rizgjedhim. Po, mjaft, sepse po duket këtu, sikur po kërkojmë mëshirë, amanën e Alek bashkin këtu. Bashkia duhet të qëndrojë këtu, sepse thjesht reaksioni i parë është demografik. Ikin njerëzit, largohen. Siç po ikin edhe me këtë bashki. Po unë do të hyja pak më thellë, edhe më falni nëse zgjatem, se unë do të kisha dëshirë këtu që përveç figurave këtu që janë themi historike me një karrierë, këtu duhet dalin çuna të rinj që jetojnë këtu, djem përfaqësues popullsisë, sepse kjo çështje i përket atyre. Nuk u përket thjesht atyre që janë angazhuar politikisht e tilla. Duhet dalin këta. Tani i kthem çështjes, e kemi bashkin këtu, do protestojmë fort, do mbajmë këtu. Çfarë shërbimi është na jep zotë? Çfarë shërbimi? Sepse unë po shikoj këtu që atëherë na vjen që ku do vetë i paguajmë taksat në Selenis. Po kush vetë vlorë. Pra është bërë kjo bashkia thjesht një kasë. Ajo kasë e vogël, ku edhe ato që edhin ne, nuk janë mjaftueshme. Ja thonë, po çfarë do bëjmë edhe kryetari i bashkisë? Pra, ne duhet të vëmë kishtin përveç ta mbajmë të bashkin këtu. Qëllimi i cili është kemi sot. Ne duhet të shërbimi o vlezër, o motra, o popull lap. Ne duhet të shërbimi që të vetë tek dera këtje. Një zotëri më thosh me janë 300 veta atje punojnë s'po u shkri ku do vej. Mendoj që shumë nga mi mendoj për ata 300 punojnë. Sepse ne kemi që disa mira janë popullsi këtu. Ne duhet mendoj për popullsinë e gjerë, për aty s'ka të paguaj dritat. Ujin, paguajnë ujin që nuk i vete uj. Prandaj, mendoj, ndoshta flas shumë, kjo është çështja që na ka sjellë sot këtu ne, po ne duhet të përqendrohemi tek individi, mos të shohim ngjyrën, po të shohim këtë do zgjedhim. Atë, çfarë karriere ka? Një gjë tjetër, duhet kemi alternativë. Ne nuk mund të çojmë një dollap këtu, një dollap këtu, dollap blu e dollap i kuq. E thënë këtë kemi. Po pse o zotëri bëjnë pyetje pa të kam njëjtur nëpërmjet rrjeteve sociale? Pse nuk merr guximin të kandidosh po valla? Këtu duhen njerëz me cilësi, njerëz të kuptojnë të shërbejnë, jo të vejë se jam i pësën këtu. Edhe ngrihet, se unë ka pasur rastin jo personalisht kryetarin e bashkisë, edhe deputetin, ngrihen e vinë vetë për të bërë një fotografi në flamur, bëmë rrugën e Mavrovës, e bëmë shpenzat tona, te 35%, na danë vetëm transportin, dhe atë u të roqen në lap, jo po ne s'kemi, jo po kemi, jo po ashtu. Pra, ne nuk duhet me gjithë respektin unë ndaj personin publik na personi fizik. Janë dy gjëra ndryshme të kuptojnë. Kush do mos kuptojnë. Ne kur shohim këta njerëz që të njëjtë, e vinë e pinë kafe në Rakis, po është miku të krushkës së hallës. Po boll më burr, po mendoni për fëmijët tuaj. Unë që flas këtu, jam 30 vjet emigrim. Jetojnë në Mavrov, vi si turist, vi për ndjenja se ka jam lindur, rritur aty. Për shpirt të plaku dhe gjithë, por ju që jetoni këtu, me këtë duke ndënjur në lokal e duke dhënë votën dëfrimit sepse është një po për veten tuaj burridell, për veten tuaj. Prandaj duhet të nxirrni alternativa, një alternativë që një person është i pastër, vetëm të jemi të mangët mos japi
kjo shpesë mund tjetë edhe irrizorje. Po 80.000 euro, e di që do thot apo? 80.000 euro do thot që të marrësh, të vësh, nëse si asfalton rrugë, të vësh një person, vetëm ti mirë mbaj këto për 10 vjetë. Ti mirë mbaj vëlla, mos ketë gropa. Tani, për çfarë bëhet kjo makinë? E kthej prap. Keq menaxhimi bëhet nga individ të gabuar. Dhe individ të gabuar i zgjedhim ne. I zgjedhim ne me dëshirën tonë, me mos të menduar, me mos të bërë analizën. Prandaj nuk dua zgjathem, ë. Duhet të them që është e rëndësishme pjesëmarrja, është e rëndësishme dhe këtu mendoj që edhe ora po vonë të gjitha përveç figurave, duhet të dalin çuna të rinj që të thotë të drejtën, të thotë hallin ku e ka, ku i ngjes sharrën ngosht, që s'ka ku të punoj, s'ka ujë, s'ka drita, s'ka rrugë, s'ka drejtësi, s'ka spital. To janë çështjet. Pastaj bashkia na intereson, por është e kot të kemi bashki pas shërbim. Çe duam? Të kemi emër këtu. Në mungon edhe grupet polifonike. Ja futim një këngë tani si doni. Një labe këtu se Fshati Drashoviçës është fshat me traditë, ka grupin me stadium. E improvizoni, se kone që e marrë një labe këtu, fest edhe le mozot roj. Ku Fshati Drashoviçës na qitë qatra turistike. Pa rrugë kalot ku ma tanë. Dur pi botës, ka bërë urën botis të akëzojnë e gjitha, sepse çdo fshat e meriton, po fshat e histori. Ku e ke urën atë? Ke ura poshtë. Më falni nëse u zgjata, më falni. Bëni pjesëmarrje bashkë.